Pas gjysmë shekulli më pas, e njëjta fuqi ndodhet dhe me të njëjtën urgjencë, siç u prononcua më parë, i nderuar folës kryeministër, zonja dhe zotërinj të këtij parlamenti, unë nuk gjej fjalë më të mira me të cilat të filloj të adresoj dhe të shpreh emocionet e vërteta. Unë ndjej në këtë vend të veçantë të rëndësishëm dhe nëse Mossad nuk ju ka informuar, ju informoj që gjujnë po më dridhen. Dhe ka një arsye tjetër pse ato dridhen, e dija që ti jesh plotësisht të jemi sinqert me ju, e dija që të flisja sot do të ndihej si një provim, le të themi, për të folur përballë një nga top 5 folësve më të mirë në botë, paktën në radhët e lisës time, zoti Netanyahu.